Më thënë, reagimit e Arabisë Saudite të cilat edhe shkpusi çdo lloj lidhje me Amerikën, pra me bazat amerikane që ka në shtetin e tyre, kjo ka treguar që Arabia Saudite ka dhe një frikë në fakt, jo vetëm thjesht nga Irani, por sepse ka dhe ngushticën tjetër të cilët në mbi ngushticën e saj janë Huthit atje, dhe Huthit dihet që është proksi i Iranit, ku ende nuk ka filluar, pra ai është në pritje, pra kështu janë prononcimet e Huthive, dhe nëse mbyllet edhe ngushtica Masanet, me të vërtetë do të jetë kolapsi ndoshta më i madh në historinë e Gadishullit arabik. Dhe për këtë arsye lëvizjet apo mendimet ndryshe apo prononcimet zyrtare të Arabisë Saudite deri diku janë të faktuara edhe tek frika e vet që ka për një përshkallëzim të kësaj çështje, dhe të njëjtën kohë mundohet që të bëjë pak trusni në fakt edhe kundër edhe Iranit që të ulen në bisedime, pra se nëse ulen në bisedime dy shtete, është automatikisht normale që jo të dyja do të fitojnë, por dikush fiton më pak dhe dikush fiton më shumë. Në këtë aspekt, Arabia Saudite, lëvizjet e Arabisë Saudite nuk besoj që mund të jenë një gjë për ta përjashtuar Amerikën, për të përdorur bazat e saj atje, por është një trusti para negociata, pra nëse do të kemi negociata këto 48 orët e fundit. Ndërkohë që gjitha kjo shpërfaqet, e gjithë kjo panoramë shpërfaqen edhe aleancat Sokol. Kemi Emiratet e Bashkuara, aksin Emiratet e Bashkuara, Izrael, Qipro, Greqi, ku kjo e fundit Izrael, Qipro, Greqi lexohet si një përpjekje e Izraelit për të përmbajtur Turqinë në mesdhe. Nga ana tjetër, Turqia, dhe kemi dhe foto pasmeje, Turqia por avizohet dhe një aleancë tjetër që është Turqi, që askush nuk do mendonte më parë, me thënë drejtën. Turqi, Egjipt, Arabi Saudite edhe Pakistan. Si vlerëson këto zhvillime në lindjen e mesme, çfarë mendon se do të prodhojnë në këtë realitetin e ri që po vjen pas si pas goditjes apo sulmit të Rusisë në Ukrainë, por edhe tani më pas sulmit të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në Iran? Në fakt se bepi këtyne në thojza aleanca të mundshme në të armës, ende nuk kemi gjë konkrete, por duket një mundësi që mund të kemi aleanca ndryshme. Shkaku i kësaj dhe se bepi i kësaj është totalisht Amerika, e cila ka arritur të marrë, domethënë prej dekadash me radhë miliarda apo thënë ndryshe triliona dollar nga vendet arabe, pra qoftë nga Arabia Saudite dhe nga vendet e Zhjit Persik, ku me thënë tamam shqip, domethënë i lanë në balë të gjitha, sepse të gjitha u dëmtuan, kur në fakt nuk kanë qenë pjesë e kësaj lufte. Pra pjesë e kësaj lufte ka qenë Izraeli dhe Amerika dhe Irani dhe jo shtetet e tjera, por përhapja mozaike e luftës nga ana e Iranit ka treguar se si Amerika të lënë në rrugë. Pra këtë konceptim ka edhe gjithë rajoni, ku tashmë edhe Arabia Saudite, por edhe Emiratet e Bashkuara, Katari, dhe të gjithë ato shtete që janë përballë Iranit e kanë kuptuar që edhe pse janë paguar miliarda dhe vazhdojnë të paguajnë miliarda, mbrojtja e Amerikës lë shumë për të dëshiruar, ku në fakt nuk i mbrojti as pak vetëm Izraelin, biles edhe Izraelin deri ku e mbrojti, sepse edhe ku beja e Çelik u çfuar pra nga ana e Iranit. Për këtë arsye, a do të kemi me të vërtet aleanca të tilla në të ardhmen? Këtë do ta shohim në vijim, por kjo luftë, si të asaj fjalës se që çdo e keqe mund të sjellë një të mirë, pra mund të sjellë një të mirë, a mund të jetë kjo, do ta shohim në ditët në vijim, por sa të jetë domethënë Izraeli i fortë, që ende me të vërtetë është i fortë, ku duket edhe forca e tij dhe sulmet e ditës së djeshme dhe të sotshme në Gaza dhe në Liban, atëhera a do të kenë shanse që të kemi një aleancë ku kemi edhe pikpamje të ndryshme, pra janë të gjitha këto, pse janë shtete në thojza muslimane, kanë manevra shumë të ashtu, sepse Turqia është anëtare e NATO-s, pra e cila komandohet nga Brukseli dhe nga Washingtoni, po ashtu edhe Pakistani, edhe pse është e vetmja forcë nukleare në thojza me shumicë muslimane, pra një shtet musliman. Edhe ajo ka pikpamje të tjera, sepse ka problemet e veta me Indin, ka problemet e veta me Afganistanin, me Rusin, me Kinën dhe të tjera, por a do të prodhojnë, ende pyetemi nëse këtë ende pyetemi, a do të prodhojnë me të vërtet një koalicion të ri apo një aleancë të ri,
do ta shohim në vim, por edhe kjo aleanca tjetër që tashmë quhet që është e kryer pra Kipro, Greqi dhe Izrael, edhe kjo lëm shumë të përdëshiruar sepse Redit e di shumë mirë që këtë javë Turqia në Expo Saha 2026 prononcoi edhe armët e veta, pra bombat balistike me mbi 8.000, ashtu e cila me të vërtetë që besoj që do të jetë edhe kjo aleanca në thojza e kryer më tash nuk është që do të ketë një sukses si aleancë, sepse marrëveshja e Turqisë në mesdhe me Libin, këtë aleancë automatikisht e ka shkëputur, para se sa të themelohet kjo, por edhe forca e Turqisë, pra forca e armëve turke, besoj që këtë aleancë do ta nxjerrë bluff, pra do të jetë e kosti është simbolike. Do dalim aty dhe prandaj e solla edhe atë aleancën në Izrael, Kipro, Greqi, thash, e cila ka në thelb përpjekjen për të përmbajtur Turqinë në mesdhe, çka pak a shumë ti e sqarove në raport me aleancën që Turqia ka me Libin sot. Ndërkohë, ajo që duket se i mungonte Turqisë në këtë klubin e madh të fuqive të reja që po lindin, janë raketat balistike, hipersonike. Së fundmi ka bërë bujt madhe pikërisht Panajiri, ku u shfaqen armët e reja turke. Kjo pasmeja ishte raketa balistike që është me 6.000 kilometra, besoj, do ta ketë rrezen. Duket se ja kam çuar regjis, ka një hartë kështu që pak a shumë rrethon pothuajse gjithë Evropën brenda. Si e vlerëson e para çfarë është kjo raketë, çfarë ndodhi në këtë Panajir, pastaj se si do ta ndryshoj balancën e fuqive në rajon dhe në linjën e mesme e gjitha kjo. Por kjo ekspozit ka qenë shumë interesante, ky Panajir për armë ka qenë shumë interesante, ashtisati që bëhet në Stamboll dhe kemi mbi 120 shtete që kanë marrë pjesë dhe nga këto 120 shtete kemi mbi 1.700 gjigante të prodhimit të armëve, të mbrojtjes, të sulmit, të gjitha, e cila me të vërtetë që tashmë edhe zemra e mbrojtjes, i thojnë turqit, zemra e mbrojtjes rreth në Stamboll, pra rreth në Turqi, dhe kjo është shumë e rëndësishme për Turqinë dhe ecuria e zhvillimi i Turqisë në këtë aspekt është shumë domethënës për Turqinë, kurse ajo arma që është pasjush është Yıldırım Han, pra është vetetima e Yıldırım Beyazitit, e ish sultanit e Beyazit, është pra vetetima ajo e cila me të vërtetë si eksperte, sepse unë nuk jam ekspert i armëve, por është një ndër tashmë Turqia ka arritur të hyjë në 4-5 shtetet më të forta të botës me anën e armëve, dhe kjo në fakt ka një ndryshim doktrine të Turqisë, sepse siç dihet, domethënë Turqia është për mbrojtje, pra vazhdimisht ka folur për mbrojtjen e vet, por një raketë e tillë, pra nuk është thjesht mbrojtje, pra kjo është për sulm, pra këtu edhe doktrina ushtarake e Turqisë tregon që ka ashtu ku, siç e thatë edhe pak më parë, pra domethënë me 6.000 kilometra rreze është shumë e madhe që të thuash gjithë Europën shkon deri në Rusi, sipër në Rusi, Afrikën, gati dhe deri në Kinë. Pra është një gjë shumë e rëndësishme për Turqinë dhe nga ana e teknologjisë, do të thënë edhe këtë regje Turqia është antare e NATO-s dhe çdo lloj prodhimtarie pra në mbrojtje është automatik në sektorin e industrisë së mbrojtjes është automatik e sinkronizuar me NATO-n, pra nuk është kjo prodhimtaria e Turqisë nuk është për shembull siç u bënte fjalë për Iranin apo në marrëveshjet e sotme që pritet të bëhet prej Amerikë Iran që kaq mos e kalojnë 200 kilometra vijnë ajro, domethënë rrezja e bombës, kurse Turqia është totalisht në umbrellën e NATO-s dhe kjo me të vërtetë që Turqinë e arrin të bëjë një forcë rajonale e cila deri më tani nuk ka qenë aty randi, por ka qenë kjo. Por do të thënë edhe kjo redi sepse erdhi Turqia në këtë gjendje ku dihet shumë mirë para 20-30 viteve Turqia dhe plumbat biles i blente nga Amerika dhe nga jashtë, kurse tani ja filloi me dronet nëse ju kujtohet asaj dhe tashmë arriti të bëjë bomba balistike dhe nuk duhet harruar në fakt që
ato që përëndësojnë shtetet, qoftë Turqia apo kushdo shtet prodhimtar i armëve të tilla, nëse tregojnë 1.600 kilometra, pastaj do ta imagjinojmë nëse çfarë kanë prodhuar që do të tregohen në panajiret e ardhshme, dhe shkaku i zgjerimit dhe i zhvillimit dhe i prodhimtarisë në industrinë e armëve të Turqisë është, nëse ju kujtohet, do të kthehemi 2-13 vite më pas, kur atëhera Turqia bleu S-400 e Rusisë, pra dhe atë Amerika i buri kacat dhe Turqisë sanksionet kaca, e cila Turqia u detyrua të heqte, por me një zhvillim kaq të shpejt që ka hes Turqia, me të vërtetë që është shumë e rëndësishme për konsolidimin e Turqisë në shtetet më të forta ushtarake. Ja ku është harta, Sokol? Po. Kjo është 6.000 kilometra, dhe kjo realisht e fut Turqinë, do më thonë, tek le të themi kjo ndryshon balancat strategjike ndërmjet fuqive në kuptim, imagjino, do më thonë, ka gjithë Europën, shkon deri në Kinë. Po, në letë të themi diçka çfarë kam dëgjuar nga ekspertet turk, do më thonë, shkon 6.000 kilometra me 3 ton bomba, pra do më thonë, nëse asajt i vend me 3 ton bomba, pa është një gjë shumë e madhe, por nëse ja zbret, do më thonë, nuk i vend 3 ton, po i vend, do më thonë, 500-600 kg apo 200-300 kg kokën e bombës atëherë, masanej kjo kalon edhe gati 50% largësi, pra me 3 ton është 6.000 kilometra, pra është 6.000 kilometra, kurse nëse ja ulë i qik peshen e ngarkesës e saj, ajo masanej shkon edhe 1.000, 2.000 deri 3-4.000 kilometra më gjatë, tojnë ekspertët e fushës. 10.000 kilometra? Po, ama me 3 ton shkon dhe në 6.000 kilometra. Dhe biles në Turqi po flitet që ku është provuar kjo lloj armë, pra dikun është provuar, pra janë bërë testet e saj, përse ku normalisht që shteti turk deri tani nuk ka bërë pronancime zyrtare. Sogol, si e ndryshon ky zhvillim raportin atë ndryshim, raportin sidomos me Izraelin, nëse me Izraelin vazhdon të mbetet ajo, le të themi, për Turqinë Izraeli vazhdon të mbetet problemi më i madh për rajonin, gjithashtu dhe për Izraelin, siç e kemi diskutuar bashkë, Turqia e ka rradhën pas Iranit. Po, në fakt, nëse shohim nga ana e Izraelit, janë thjesht për politika të brendshme dhe për të konsoliduar popullin e tyre, domethënë edhe për të stimulizuar edhe ato krimet kundër njerëzimit që kanë bërë në Gaza, në Liban e gjithanë më tonë, por është pamundur që Izraeli ta mendojë, domethënë, që të ketë që të luftojë me Turqinë, është pamundur, domethënë, nga ana e Izraelit, sepse dihet forca e Izraelit dhe dihet forca Turqisë, ku bëhet fjalë, pra është shteti i dytë më i fortë në NATO, pra Izraeli nuk është aq i fortë, kurse një gjë duhet thënë që deri para disa viteve, pra kur ishte Bashar Asadi në qeveri, Izraeli kërkonte që të ishte komshi me Turqinë, pra të bënte komshi me Turqinë, kurse me të vërtetë tashmë Turqia kërkon që të bëhet komshi me Izraelin. Do të thënë edhe forca normalisht që gjithë kjo prodhimtari normalisht që i fut frikën jo Izraelit, po i fut frikën çdo kujt, me kuptimin e mirë të fjalës, sepse Turqia nuk është shtet sulmues si Izraeli, nuk është shtet që gricet me të tjerët, por nëse dikush, domethënë, pra ka imagjinata për të Turqisë, tashmë edhe me këtë lloj bombash, Turqia je për të treguar që se sa ka forcën e vet dhe çfarë mund të bëjë Turqia larg qoftë në një gjë të tillë, pra në një gjendje lufte ku kjo Yıldırım Hani, raketa Yıldırım Hani është 5 deri 25 herë shpejtësia dritës, domethënë, pra është një gjë që për 65 sekonda shkon nga Turqia në Tel Aviv në Izrael. Pra është një gjë që me të vërtetë ndoshta bota e sotshme 2026 është turp për të mburrur, sepse po prodhojmë armë, sepse në fund të fundit të armën neve na shkatrojnë, pra njeriu në kësaj toke shkatrojnë, por shtetet nga këto bazohet forca e tyre dhe të qenit apo mos të qenit shtet. Po ka disa simbolika kjo raketë, Sokol, është e para emri. Ta them, po. Nëse me lejon, ta them një gjë shumë interesante, Yıldırım Bayezidi është një padishah, pra një sultan, një mbret i Turqisë që ka qenë ndër më të fortët në historinë e Perandorisë Osmane, e para. E dyta ka vulën e tij atje, pra Yıldırım Han.
edhe ka dhe vullin e asaj kohë që është përdor 1570-1580, dhe plus koka e kësaj bombe është shumë interesante dhe është shumë specifike në fakt edhe për politikat e mbrëmshme të Turqisë, por edhe politikat e Erdoganit. Është Mustafa Kemal Atatürku, ka firma aty në kokën e bombës, është Mustafa Kemal Atatürku, i cili Mustafa Kemal Atatürku pra para 100 sa viteve ka thënë që paqen në MMD, paqen në botë, por amon në një bombë, në një raketë kaq të madhe të shkruhet emri Mustafa Atatürkut, të tregon që edhe shteti turk me të vërtetë, domethënë, a ka ndryshuar, pra a është vetëm për të mbrojtur apo nëse kërkohet edhe përsër, me cila kjo në Turqi debatohet. Dhe nga ana politika të mbrëmshme normalisht aty u priste, domethënë, nga tarafi i partisë Erdoganit dhe vetë presidentit Erdogan, u priste se kishte emrin Recep Tayyip Erdogan apo një emër tjetër, por që ka vënë emrin Mustafa Kemal Atatürku, pra babai i Turqisë. Këtu ka konsoliduar e gjithë popullin turk me ecurinë, prodhimtarinë e industrisë së armëve, cila me të vërtet ka joshur popullin turk, ku edhe kryetari i opozitës ishte atje dhe nuk lejoi të bënte gazetarët të bënte pyetje asnjë lidhje me atë, sepse ne kemi gëzimin tonë, të cilit i prezantohemi botës me gjërat më sofistike që ishte ëndër Atatürkut, kurse tashmë u bën realitet. Pra janë aq të bukur edhe për konsum të mbrëmshëm në thojze, nëse më lejohet ta them këtë, saqë kanë marrë nga historia, pra kanë marrë nga para 500 vjetëve, kanë ardhur në Turqia moderne dhe në ditët e sotme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për ushtrinë, por edhe për të gjithë popullin turk. Çfarë do të thotë për Ballkanin një ripozicionim i tillë i Turqisë, Sokol? Sidomos ndoshta jo për të gjithë Ballkanin, për botën shqiptare, pra për shqiptarët në Ballkan, qoftë dy shtetet tona që i kena zyrtare, Kosovën edhe Shqipërinë, por edhe pjesën tjera të trevave shqiptare. Kjo është një gjë shumë pozitive, është një gjë që me të vërtetë nuk është jo në dim, por neve na jep forcë, na jep krahun me mbrojtjes, ku thanë që edhe këtë javë janë bërë marrëveshje mes Turqisë dhe ushtrisë së Kosovës, pra më shkojnë miliona euro ndihmë për Kosovën, mbështetje shumë e rëndësishme për Kosovën, dhe një alat i tillë që kemi marrëdhënie shumë të mira dhe në mënyrë më perfekte, strategjike me Turqinë. Kjo është një mburrje për ne, e cila besoj që tashmë pas daljes në arenë, në televizioneve, këtë duhet ketë gjithë ata që kanë menduar ndoshta Serbia apo kushdo qoftë, tashmë besoj që do të mendojnë edhe shumë më shumë nëse mendojnë që të synojnë apo të sjellën ndryshe me kombin shqiptar, me Shqipërinë dhe me shtetet e shqiptarëve. Ndërkohë, për t'ju kthyer prapë, kjo ishte ajo që quhet Steel Dome, Sokol, që është ndryshe nga Iron Dome që të paktën diskutohet në Izrael. Steel Dome është mbrojtja e çelikt, kupola e çelikt, ku Turqia mendohet që sërish po investon. Domethënë, zhvillimet sa vinë edhe janë shumë të forta në raport me atë që Turqia po e projekton veten në atë rajon. Një pyetje tjetër është, Sokol, duke qenë se dy fjali, në fakt Turqia këtë po e sinkronizon aq bukur, domethënë forca ajrore, detare dhe të gjitha, dhe këtë që na prononcohen neve, pra që i prononcohen popujve, dihet mirë që këtë ndoshta nuk janë as 10% e asaj që Turqia ka arritur në industrinë e armëve. Po, sa kohë dalin nëpër panajire, jam dakord. E fundit, Sokol, ka një debat madh midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në raport me vendimin që Trump, apo deklaratat që vijnë nga Shtëpia e Bardhë për sa i përket largimit të ushtarëve nga Bashkimi Evropian, në kuptimin që lexohet edhe si një braktisje që Europa duhet bëjë gjithçka për të mbrojtur veten. Nga ana tjetër propozohet, dhe këtë e kam parë, besoj të Turqia Today, nëse mos jam gabim, një lajm që thotë që Turqia mund të kthehet për Europën ajo që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë deri tani për Europën, në kuptimin e një bashkëpunimi ushtarak. Pra, Turqia mund zërë vendin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Bashkimin Evropian. Pra, mendohet një bashkim i madh
i cili mund të prodhoj nesër, si që thot Erdogani dhe e kemi aty në ekran, si që thot vetëm një bashkim i tillë mund ta bëj Europën një aktor të rëndësishëm global. Si i lexon këto projeksione? Por edhe në fakt NATO-ja nuk po eliminohet në radhë të parë. NATO-ja shumë më e madhe se sa Trumpi dhe Amerika shumë më e madhe se sa Trumpi, por vetë politikanët dhe një lider si Trumpi normalisht bën presion në forma të ndryshme. Largimi është real, në fakt thuhet që janë larguar disa ushtar nga Gjermania, sidomos të Amerikës, por ata nuk janë larguar për shkak se Amerika po braktisë Europën, por janë larguar për shkak që të shkojnë në mesdhe pra atje afër Iranit për përgatitje Amerikës që ka marrë edhe nga Japonia, ka marrë edhe nga shumë vendet e tjera amerikanë. Amerika ka marrë ushtar tani dhe i ka dërguar në rajon ku bëhet fjalë tashmë për luftën e Amerikë-Iran. Kurse Europës i duhet një ushtri më e fortë, sepse Europa nuk ka ushtri dhe me të vërtetë nuk ka ushtri, dhe nëse referohemi vetëm takimeve të 2-3 muajt e fundit mes Anglisë, Europës dhe Turqisë, pra duket që do të kemi një aleancë apo në ndryshe një ushtri totalisht Europës, normalisht në umbrellën e NATO-s, por e cila është pamundur që të përjashtohet Londra dhe Ankaraja. Pra baza kryesore e këtyre do të jetë Londra dhe Ankaraja, do të thonë Londër, Bruksel, Ankara, të cilat edhe vetë Erdogani e ka prononcuar, po ashtu edhe ministri i mbrojtjes Turqi Ashar Güleri dhe zoti Hakan Fidan, dhe ku kanë qenë të prononcuara zyrtarisht edhe në samitet që janë bërë mes kolegëve të tyre në Europë dhe në Angli, dhe kjo nuk na tregon neve që Amerika po lë Evropën, sepse në fakt Europës i duhet për mbrojtje Amerika, por Amerikës më shumë i duhet Europa, sepse nga kjo Europa në strategjinë e saj 7-8-9 dekadash Amerika nga kjo Europë arriti pra të mposhtë e gjithë ish botën komunizme, nga kjo Europë pushtoi edhe Irakun, nga kjo Europë bëri edhe atë në pranverën arabe, pra që nga Libia, në Siri, në vendet e tjera, pra nga këtu bazat të europiane i ka bërë Amerika, por vetë lideri Trump na tregon domethënë gjëra të ndryshme, ku në fakt kjo është një gjë e mirë për të rizgjuar Europën, e cila duhet të qëndrojnë në kam, pra siguria jote nuk mundesh të lehet amanet dikuj, dhe kjo është një rizgjim, por edhe e thënë edhe Macron, kur patar para 7 viteve për herë të parë si president, tha që ka vdekur, domethënë NATO, por me atë kuptimin figurativ ka vdekur, por aleanca e sot me cila për një siguri të Europës kundra Rusisë apo dhe kundra dikuj tjetër, me patjetër që pika kryesore në ushtri do të jetë e Turqisë, sepse Turqia është ushtria e dytë në NATO, pra më e forta, por edhe nga ana teknologjike në vitet në vijim, besoj që Turqia do të jetë një shumë e rëndësishme, ku edhe Spanja, Italia, Anglia dhe disa vende të tjera të Europës po kërkojnë të blejnë armë turke, jo vetëm thjesht drona, por edhe aviona luftarak, por edhe kane, për shembull siç është kane Spanja do të blejë nga ajo, dhe bles pritet të bëhet marrëveshje në këtë panajirin e Saha 2026, dhe kështu që normalisht Turqia ka rolin kryesor në ushtri për në Europë. Pra qoftë bëhet nesër apo nuk bëhet nesër antare e plot në Europë, për sigurinë e Europës Turqia është ku tashmë e dim shumë mirë ret që Turqia i ka marrë frenat në dorë, mund ta thojmë me anën pozitive për në të gjithë Europën dhe për sigurinë e Europës. Sokol, të falenderoj shumë për informacionet. Kënaqësi. Gjithashtu edhe për mua, faleminderit shumë. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Arber Hitaj, kolegë gazetar. Arber, kënaqësi që të kam. Mirëmëngjes, faleminderit. Poli Hoxha, drejtuesi Alfa Press. Poli, kënaqësi që të kam. Përshëndetje. Si gjithmonë. Almer Toska, drejtuesi Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Poli, do ta nisim me situatën në Partinë Demokratike, e cila duket se është kthyer, le të themi, në një situatë që e vetmja ngjarje politike, sepse SPAK-u duket sikur nuk po na prodhon më ngjarjet cilat paktën jemi marrë gjatë kësaj periudhe. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, se do dalim edhe te SPAK-u, se nuk mund të rrim pa e prekur edhe situatën atje. Shiko, për hir të së vërtetës, të analizosh këtë lloj partie demokratike që kemi sot, si
si panoram, me gjitha elementet, me gjithë problematikat e tjera, shumë e vështirë të bësh një analizë. Sepse i bie që të bësh analizën e irracionales. Mirë po analiza duhet të bëhet mbi logjik. Kemi një parti, them që është e vështirë, kemi një parti ku për çdo gjë ka të drejtë lideri dhe enturazhi